Jemi në minutat e fundit, duhet t'ju pyes për këtë Qyno, nis nga ty. Ke bërë transparencë sa është e mundur në raport me errësirën e këtyre institucioneve. Pse kanë ndodhur kontrollet kohët e fundit? Atëherë, kontrollet kanë qenë periodike, në fazat e ndryshme, në burgjet ndryshme, kohët e fundit janë shtuar të kontrolle për shkak të edhe të asaj që tha zonja në fjalë, se ka ardhur drejtori i ri i përgjithshëm i burgjeve, pa diskutim ai do të kontrollojë situatën, qoftë jashtme, po qoftë edhe të brendshme brenda burgjeve dhe për të koordinuar të gjithë veprimtarinë e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve me institucionet në përrethje që janë. Sigurisht që kohët e fundit janë gjetur shumë telefona, por kjo janë gjetur edhe lugë floriri, ngjyrë floriri, janë gjetur antena televizori. Ngjyrë apo lugë vërtet floriri? Apo të lara me floriri, diçka e tillë? Floriri, se tash si kemi se konfirmojmë duken vetëm thjesht në foto, po që nuk që për mua nuk është se ka ndonjë vepër penale aty apo ndonjë send pa lejuar nëse ai futi një lugë metalike. Qartë. Janë gjetur dhe ato mini thika që më shpesh ata i përdoren për pastrimin e patateve sesa për të kryer vepra penale, sepse edhe kur janë kryer vepra penale nuk janë kryer me thika në burgjet shqiptare, por janë kryer me armë zjarri edhe me kaçavida. Por që ardhja e drejtorit të ri pa diskutim që kërkon më tepër të kontrollojë sistemin e brendshëm të burgjeve, ta njohë atë, dhe më pas duke e njohur edhe duke e kontrolluar. Dhe duke e kontrolluar, pastaj vjen pjesa e monitorimit dhe edhe marrja e vendimeve konkrete për se çfarë duhet të bëhet dhe si duhet të sillen pikërisht me trajtën e drejtimit në këto burgje. Çfarë mund të thuhet në këto momente për këto kontrolla? Ka një gjë që përveç asaj që është thënë deri tani? Shiko, Grida, burgjet janë një sistem shumë problematik, sepse ike një drejtor, vjen drejtor, do ike dhe ky do vi dhe një tjetër. Dhe të pjesa e burgut është ajo shpreha që ti nuk ka rëndësi se sa trashë bën murin dhe sa të lartë e bën telin me gjemba, kangjëllat. Është forma se si duhet të shërbesh atje brenda, se si duhet ta monitorosh, se si duhet të parandalosh pikërisht ngjarjet e rënda dhe futjen e sendeve nga cilat ty do të vinë vepra penale. Aty ka ndodhur vrasje në burgjet shqiptare, ka ndodhur vepra të rënda që ka ndodhur jashtë, por urdhrat janë dhënë pikërisht nga burgjet. Dhe këto urdhra vijnë pikërisht nga telefonat. Qasja e telefonave brenda ambienteve qelive sigurisht që jep mundësi këtyre individëve për qenë në kohë reale me komandimin e linjave të jashtme që ata kanë. Duke filluar nga grupet, nga antarët, edhe duke filluar edhe deri tek synimet e veprimtarisë kriminale që ata kanë, nga gjovënjet, qetërsimi i pasurive dhe çdo lloj dëshire që ata kërkojnë ta kryejnë pikërisht nga duket që komunikojnë lirshëm nga brenda jashtë për këto urdhra. Fakti që se si duhet rregulluar, rregullimi fillon që nga investimi. Që nga investimi në teknologji, sepse ne po flasim që ka skanera atje, por skaneri nuk punon. Dhe kot sa e ke skanerin, më mirë hiqe se sa ka antena antivalësh atje, po ajo antena antivalësh ka një program që duhet bërë një tendre që të riprogramohet, të rimodelohet dhe të punoj. Pra ti kot sa e ke atë antenë. Ka bërë as update ai. As update, bravo. Dhe nëse ti nuk avancon me teknologjinë, nëse ti nuk avancon edhe me kushtet e infrastrukturës së godinave, pa diskutim që pastaj ka shumë vrima institucione dhe nga këto vrima ti mund të futësh shumë gjërat pa lejuar aty brenda dhe prandaj sot burgjet janë në këtë gjendje që janë sepse kanë mjaft vrima që janë lënë në vite në vazhdim. Në një shans pas kësaj që thotë Qyno që do kush të shkojë atje të vujë dënimin dhe të dalë njëri më i reflektuar apo më kriminal? Kush janë? Si dalin nga këto kushte? Burgjet janë pasqyrë e vendit dhe shoqërisë në cilin e ndërtuar. Pra, mos prisni që ne të kemi një nivel tjetër atje brenda që çedon nga pjesa e shoqërisë. Por ajo që ne kemi në këtë moment dhe kush është problemi që shumë. Së pari, duke qenë se ne synojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian dhe do me ritme të shpejta, ti duhet përshtatesh me tjetër ritme që kanë dhe e ke modelin gati, duhet marrësh atë model që kanë atë. Dhe kur e krahason modelin që kanë vendet e Bashkimit Evropian, për marrë model më të mira e model më të këqija, me
Gjendje ku jemi ne, problematika është e madhe. Pra, së pari ne duhet kemi një qasje krejt tjetër nga qeveria, një strategji krejt tjetër, një preventiv krejt tjetër, që tek përzgjidhja e stafit, te trajnimi, te pagesa e tyre, te uniformat që kanë ata, te teknologjia, te burgjet e reja që duhet t'jenë, te respektimi i lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, sepse kur shkon ti thojt prokurorit ata më puna madhe se kriminalësh ai. Tani, edhe ai ka përveç detyrimeve ka dhe i të drejta ati. Dhe qasja që kemi ne, sot, vazhdon të jetë qasja që ka qenë në vitet 2000. Ndërkohë të thash, brenda nuk janë më kultivuesit e kanabisit, por janë ata që kanë thyer 3-4 kontinente kufit dhe e kanë IQ-n edhe janë kaq diabolik dhe kanë kaq shumë fuqi financiare. Organizimet e financiare. Bra, që ti duhet përshtatesh me atë kohë. Ne sot vazhdojmë ti trajtojmë burgjet, një lloj siç ka ndodhur atë kohë. Ndërkohë, ne kemi ndryshuar dhe të dënuarit më. Gaxhaj nuk tenton më ta arratisë, është lodhur ai. Tentoi, u lodh, i dha, e mori siku do. Por ty kanë ardhur sot ky niveli tjetër, të cilët edhe atje brenda nuk jetojnë dot si të tjerë. Pra dhe atje brenda, ai do të ketë celular, të ketë arredim, të ketë kushte më të mira, të ketë ushqim. Ti do të shikosh, nëse shikon në burgje, do të shikosh një pjesë, po një pjesë e vogël është, nuk them që është pjesë e madhe, që i vin nga restorantet më të mira, kur i vjen peshku direkt nga deti. Pra, kush është ky? Janë të lidhur me catering. Kush është ky? Kush është ky? Ora kanë restorante porositur që e çojnë atje. Pra, këtë nuk e kanë të gjithë. Ne, ajo që ne po mundohemi të flasim është pjesën e dërmuese, ata 60% që janë parë burgim. Flas për këta tjerë, se këta ja dalin vetë. Pra, këta e kanë, ai do i bën dokumentat dhe fut një femër nga jashtë brenda. E ka bërë dokumentat. Sigurisht që s'ka hyrë me dhunë aty brenda. Pra, si ka hyrë? Ka plotësuar dokumentin, si ka plotësuar dokumentin? Ka thyer atë zinxhirin që tha, jo e jake pak më parë. E ka thyer atë zinxhirin. Ku e thyen? Pse nuk ka hyrë me emër të vetë. Po patjetër më se ka thyer se si do hyje. Se është ndryshe kur, shiko, që thysh jo kush do hyn në burg. Mund të dënuar, apo një parë burgosur, mund të kërkoj këtë do në burg, po jo vetëm synë dot, pas nuk merë dot në telefon. Nëse zbatohet... Mund të shtoj edhe unë 2 gjëra për arsye kohët, ja marrë fjallën të anit. Nëse zbatohet rregulli strikt, as atë se edhe numër telefoni ai nuk të merë dot. Se është përcaktuar qartë, kë numër do telefonosh, nuk merë dot këtë do ti. Është ta përcaktuar prokurori 123 dhe çdo numër tjetër. Ai personeli i burgut, stafi i burgut, thotë shko më merr atë shkresën atje, më sillet certifikaton e familjare. Cilat numra ke deklaruar që do të marrësh? Pra, ti nuk hyn dot. Por fakti që këto gjëra kanë hyrë, se ne po bëjmë celularët, grupet tona me celulare janë dhe në Londër. Janë në Dubai, që ishte ekstremi kontrol, e futi ai brenda në Dubai. Ti s'kishe çati bëhe. E futi programin dhe prapë zbuluan agjencitë amerikane, se ato të Emirateve nuk zbuluan gjë. Po amerikanët thonë, shiko se keni një aty brenda që po organizon aktivitetin nga jashtë. Pra, unë nuk them që të kapet ky nivel, se ky nivel është shumë i vështirë. Këto kanë shkruar nga burgjet e Italisë tani, ëh? Po patjetër më burgjet. Dhe kanë bërë reagime për remisionin. Shumica ka shumë vende të Europës që nuk e kanë me burg telefonin brenda qeli. Edhe ne në 2016 ne kemi bërë. Pra nuk është vepër penale. Nuk është vepër penale. Në disa vende të Europës nuk është vepër penale. E fundit që do ta mbyll Grita dhe t'ja lë fjalën tjetër është, pra, gjë që duhet kemi parasysh ne sot është fakti që ne kemi dhe një problem tjetër, kemi shumë të dënuar jashtë për numër popullsie. Në Bashkimin Evropian kemi numër. Shiko, vetëm ata që kemi në Greqinë dhe në Itali, sikur vetëm se ata të gjithë duan të vinë në Shqipëri këtë. E dim. Të gjithë ata duan të vinë në Shqipëri. Si kërkesë në edicione lajmesh. Që kemi le pastaj në Britani, në Francë, në Spanjë. Pra ne duhet të ndryshojmë komplet dhe qasjen dhe mentalitetin dhe strategjinë se si sillen me ta. Pastaj këto detajet që kapin një ngjarje që ndodh këtu, fenomeni, pse është bërë zhurmshë këto ditë, pse ka që dolën videot. Ato videot kthejnë vëmendjen, se kështu ndodh gjithmonë. Po të doli përmendi zotin Maja, zoti Maja punonte mirë me mediat, mundoi të mbante smeri vesh ç'a ndodh. Shiko, 99% ç'a ndodh në burg nëse marrin vesh. Ishe bindur për këtë. Ne nuk e marrim dot vesh. Është vendi më diskret në ne marrim vesh vetëm 1%. Është vetë pasaj që ndodhet. Edhe ju 1% merrni? 1% dhe prap, edhe ato kur fillojnë të dalin, se fillojnë ata dhe ndërhyjnë. E kanë rritin maksimal ata. Nëse unë do isha drejtoreshe përgjithshme, do filloja me rritjen e pagës, rregullimin e uniformës, do bëja edhe një database për takimet, për telefonat, për kamrat, rritja e cilësisë digjitale, e kamrave, ka 1001 probleme sistemi penitenciar shqiptar. A ndodh
që brënda në sistemin e burgjeve të ketë shkelit të lirive dhe drejtave të themelore të njeriut. Ndonjëherë më shumë ka jashtë se sa ka brënda. Siguroj që sistemi burgjeve ose sistemi penitenciar shqiptar është shumë i monitoruar. Nuk po themi se avokati popullit zgjidh diçka, është edhe Komiteti i Helsinkit, janë edhe gjitha ambasadat që i vizitojnë dhe ka vazhdimisht një kontroll që ndonjëherë është ajo shpreha popullore, frika ruan vreshtin. Dhe monitorimi brenda sistemit penitenciar është perfekt, pavarësisht se unë jam pjesë e sistemit. Në çfarë duhet vënë dorë në mënyrë urgjente është logjistika që ka fonde, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria, rregullimi brendshëm i kushteve. Për shembull, kur unë kam marrë drejtimin e burgjeve, rrinin dysheket në një magazin prej vitesh dhe nuk i disbursonin. Pra vetë drejtori dhe vetë shefi i logjistikës dhe vetë punojësit brenda e kanë në dorë. Pra as ato që ishin nuk ishin përdorur. Pra kjo është pjesa logjistike. Dhe pastaj pjesa juridike sigurisht që ka vende pafund për të rregulluar, se dua të them edhe dy fjalë për amnistin. Duhen zbatuar dy amnisti që të zbrazen pak burgjet. Duhen zbatuar dy amnisti për mua në vit. Asgjë keqe nuk vjen nga amnistia. Dhe ka rezultuar që s'vjen dëm nga kjo. Nuk vjen dëm nga amnistia. Zonja Jake, të bëj një pyetje se ti ke qenë për kohë të gjatë. Faleminderit Bile. Ka një statistikë 5 vitet të fundit për 139 të dënuar që kanë humbur jetën atje. Dhe pash edhe raport e avokatit që ka për këtë pjesën e kujdesit mjekësor. Ka që vështirë është që të krijohet mundësia që të ofrohet atje brenda mjeku. Dhe domethënë, i cili nuk është asnjëherë atje qëndrueshëm. Të mjekohen. Jo si ai që ja futi vrapit se kapte dot as kamera, ai shpejt, se ai prismua. Faleminderit për pyetjen. Në kohën që kam drejtuar unë, një nga zonjat i vuri flakën vetes. E kemi ruajtur në mënyrë permanente 3 muaj. Një person që ka tentativa suicidale, vetvrasje, ti nuk e ndalon dot edhe sikur të vësh gjithë mjekësinë aty. Mjekësinë edhe gjithë burgun në dispozicion. Pra ndodh ajo dhe është e pashmangshme. Pastaj ato skutat e errta dhe labirinthet e errta në sistemin e burgjeve kanë ekzistuar. Kujdesi mjekësor për ata që janë ka vështirësi. Ka vështirësi të jashtëzakonshme se ska. Nuk ka mjek. Ka një mjek për shembull në 3 burgje. Çfarë mund të bëjë një mjek në 3 burgje? Është vështirësi e madhe të organizosh shërbimin mjekësor stabil në sistemin e burgjeve. Sepse duhet rregulluar ligji, duhet krijohen benefite shtesë nga ana e ndihmës mjekësore ku ka vdekur ai. Çfarë pengon rregullimin e ligjit? Nuk mund të trajtosh ti një mjek i cili punon në institucionet e vuajtjes dënimit, një lloj me një mjek që punon në QSUT. Sepse ai ka kushte më të vështira, ai qëndron, ai është i burgosur vetë. Ka medikamente, disa nuk mund t'i përdorësh sepse nuk t'i lën. Lodhje psikologjike dhe ti trajtohet me të njëjtën pagë, me të njëjtën mënyrë. Po njëjtën, pra mund të ketë një ndryshim shumë të vogël, po është i papërfyeshëm dhe nuk e bën të qëndrueshëm një personel për shkak vetëm të atij benefiti. Kur ai shkon në privat, kur ai shkon në shtet, në ambient më të këndshëm dhe më profesional dhe mund të punojë. Pra duhet parë disa elementë të cilët ndikojnë në shëndetin dhe në mirëqenien e të burgosurve brenda për të krijuar qëndrueshmëri. Problemi i qëndrueshmërisë, suedezët na thonin neve vështirësinë më të madhe kemi për mobilizimin dhe qëndrueshmërinë e stafit i cili punon në burgje, sepse konsiderohet si një nga punët më të vështira dhe profesionet më të vështira. Kështu që ne thoshte kemi ngritur studime, bëjmë studime, universitetet bëjnë studime në mënyrën se si mundet t'i trajtojmë, se si mundet t'i trajnojmë dhe si mundet sillemi me këtë institucione. Në disa institucione të vuajtjes së dënimit kishte numër punojësish policie në normë, sepse nuk dhe pastaj një oficer policie ose një PRB punojësi i regjimit brendshëm bingarkohet me orë shtesë dhe ai njeri është ka familje. Ndërkohë që ai duhet ta ketë dhe më të ulët si pesh, sepse normën e kushte shumë të vështira. Sepse për sa i përket kontrolleve që bën drejtoria e përgjithshme dhe kontrollet që sfundi janë parë, po sigurisht që drejtoria e përgjithshme ka detyrë funksionale kontrollin e elementë sigurisë dhe kontrollin përse ndaluar brenda institucioneve të varësisë të saj. Dhe është në parashkrimin e detyrave të saj. Bën mirë që bën pakën transparencë. Jo, kontrollet i ka pas bërë. Gjithmonë bën drejtoria e përgjithshme. Ka një strukturë të veçantë e cila është ajo që bën dhe shoqërimin e të burgosurve në gjykata, ajo menaxhon dhe kontrollon edhe burgjet përveç sistemit të brendshëm që ka një institucion i vuajtjes dënimit, drejtoria e përgjithshme ka një mekanizëm vetëm i cili shkon në mbështetje, por shkon edhe për kontrollet e shërbimit. Shërbimi brendshëm burgjeve ose shiku i burgjeve si kontrolli brendshëm burgjeve
SHKB-ja e burgjeve është tjetër. Ai është i shpërndarë në gjitha institucionet dhe ai shikon mënyrën e funksionimit, ligjshmërisë dhe çështjet korruptive edhe kush janë personeli apo të burgosurit të cilët kanë tendenca korruptive apo fakti që tani u çua te shërbimi i kontrollit brendshëm ish drejtori i policisë kriminale të Republikës se informacia miniera burgjet atje brenda. Me informacionin që ka, me këta që kanë shkuar atje, të kesh të arrish të marrësh informacionin. Sigurisht aty ka dhe me informator, herë me teknologji, po ti mund paranalosh ngjarje nga më të rënda që kanë vënë dhe mund zbulosh ngjarje që mund të kenë dekada që nuk janë zbuluar. Pra prandaj shërbimi inteligjent që është e brenda, pra shërbimi kontrollit brenda, është shumë i rëndësishëm dhe për të paranaluar, po njëkohësisht dhe për zbuluar një botë tjetër atje brenda, krejt ndryshe nga kjo e jashtme. SHKB-ja ka pasur gjithmonë në fakt punojësi. Se u fol shumë për avokat në popullit, dhe ajo ishte u hap sipari i gjithgjës. Mund të duket që si i parëndësishëm rekomandimet që zbatohen nga një herë etj. Ato janë deklarative për të sjellë në vëmendje të gjithë qytetarëve dhe institucioneve që se nuk bëhen më sus një ditë ato burgjet, edhe po u mbyll. Por problematikat dhe po ju them diçka. Ku është rëndësia atyre rekomandimeve? 3 gjëra shikon Gjykata Evropiane e Drejtat e Njerëzit kur ka çështje me të dënuar shkeljen e drejtave sipas konventës. Shikon raportin në nivel kombëtar të avokatit popullit me situatën në burgje, shikon raportin e Këshillit të Evropës CPT-s, Komitetit për Analimin e Torturës, dhe atë të OKB-s CPT-s. Këto të treja janë. Pra, nëse janë këto të treja, që parashikojnë të gjendje, i dënuari ka drejt dhe vjen gjoba në Shqipëri që e paguajmë ne. Pra, duhet i mendojmë çik dhe ti marrim më seriozisht këto gjetjet, pavarësisht ka dhe institucione tjera që ashtu, por se janë të rëndësishme. Dhe është institucion kushtetues. Okej. Mirë. Jo, mendoj që të pesta këto institucione, unë i njoh, kam punuar në të gjitha pothuajse këto institucione që janë përmendur dhe në raport, kanë nevojë për ndërhyrje dhe duhet bërë një planifikim i saktë, mënyra se si do të bëhet edhe zhvendosja, sepse Tirana i bie që të zhvendoset gjithë personat që janë këtu në Tiranë dhe i bie rreth 1000 persona dhe nuk ke ku i çon, por duhet bërë një planifikim dhe duhet ndërhyrë sepse kushtet janë vërtet vështira, ndërtimi ka burg që ka 100 vite që është ndërtuar. Nesër Faik do jetë një ditë parlamentare, presupozohet, dhe ka disa gjëra për diskutuar aty që sigurisht Top Show në këtë show politik në Top Story do t'i trajtojmë. Unë shpresoj të mos gjej një korrelacion që e nisa me Gjojnë midis asaj që është teknike të reformës drejtësi dhe shfrytëzimit të kushteve të këqija për të thënë që kemi shumë para burgosur, po të para burgosurit të trajtohen me të njëjtën ligjshmëri dhe drejtësi që pretendohet nga standardi evropian. Do ta ndikim nesër se çdo ndodh me politikën dhe nëse këto raporte, nëse ky ndërgjegjësim dhe ndërsa nëse ky mediatizim në fakt lidhen me ndonjë kalend tjetër politike. Faleminderit që ishit në Top Story. Natë e mirë dhe faleminderit që na ndiqni.